Politika ka uruar festën e Fitër Bajramit në Myftëninë e Lushnjës. Ata kanë uruar mirësi dhe begati në të gjitha familjet lushnjare dhe jo vetëm, me rastin e kësaj feste të rëndësishme të fesë islame. Kryetarja e bashkisë Riselda Sefa, e cila u shoqërua nga 2 nënkryetaret, Maldrita Bardho, Elida Mezini dhe 3 deputetët e Partisë Socialiste, tha se kjo festë vjen pas një muaji sakrifice për besimtarët musliman që kanë agjëruar në këto ditë të bekuara të Ramazanit. Pas muajit të sakrificës dhe të përkushtimit të Ramazanit, sot besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin, një ditë e cila personifikon vlerat më të mëdha njerëzore, solidaritetin, dashurinë, mirëkuptimin dhe respektin për njëri tjetrin. Gjej rastin të uroj gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, shëndet, mbarësi dhe begati të kenë në familjet e tyre. Deputetët socialist Elton Korreshi, Asferal Haxhiu dhe Kiduina Zaka gjithashtu uruan besimtarët lushnjar paqe, shëndet dhe mirësi. Sot festojmë Fitër Bajramin për gjithë qytetarët e Lushnjës dhe gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin dhe Zoti ja u pranoft agjërimin. Paqja dhe mirësia mizotrof në familjet tuaja. Në këtë ditë të bekuar, gjej rastin që të uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar Fitër Bajramin, uroj që Zoti t'ju ketë pranuar çdo ditë agjërimi, sakrificë dhe lutjet tuaja. Paqe, mirëkuptim, besim dhe gjithë të mirat uroj për çdo familje shqiptare. Gëzuar këtë festë të shenjtë, Fitër Bajramin, uroj gjithë besimtarët lushnjar dhe jo vetëm, një agjërim të pranuar, sa më të lehtë, paqe të shpirtit të tyre, shëndet në familjet e tyre dhe veç mbarësi. Opozita këtë vit shkoi bashkë me familjet për të uruar Fitër Bajramin tek Myftinia. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klement Çela tha se zgjodhi familjen për të përcjellë urimin, pasi bekimet e Zotit festohen me familjen. Sot është një ditë e veçantë për gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë shqiptarët, pasi sot përfundon muaji i madhëmueshëm i Ramazanit dhe kremtohet dhe festohet me këtë ditë të çmuar siç është dita e Fitër Bajramit. Ndaj sot edhe për shkak të zgjedhjes veçantë që unë bëra, zgjodha që sot urimin ta përcjell pranë xhamisë me fëmijët e mi, me familjarët e mi, për të dhënë një mesazh që familja, shoqëria është e para, kështu që sa më pranë familjes, sa më pranë Zotit, aq më pranë çdo të mire dhe çdo mirësie. Kështu që gëzuar mbarësi, begati, harmoni dhe lumturi dhe në Zoti çdo shqiptari dhe çdo lushnjari. Muftiu Gramos Bliku uron edhe një herë besimtarët musliman gëzuar Fitër Bajramin. Faleminderit që më jep rastin që më anë të ekraneve tuaja të çoj urimet e mia tek mbar besimtarët lushnjar, por jo vetëm. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin, Zoti krijuesi i gjithësisë pas të pranuar prej jush agjërimin tuaj, adhurimet tuaja. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin.